Në vazhdim të seminarëve në kuadër të projektit Media Policia dhe investimi gazetaresk krejt përdorimit të armëve në mjediset shkollore, ditën e sotme është zhvilluar seminari me temë Rinia shkollore larg armëve. Morën pjesë përfaqësues të medias, drejtorisë së policisë, shkollave të qytetit, komunitetit rom dhe egjiptian, prefekturës, nxënës dhe mësues, të cilët u njohën me ecurinë e projektit deri më tani. Kryeredaktorja e Radio Televizionit Korça, Brikela Qelemeni, u paraqiti të pranishmëve disa nga rezultatet e dala gjatë takimeve konsultative o ballafaquese në disa prej shkollave të Korçës dhe numrin e rasteve të veprave penale nga minorenës, duke ju referuar komunikatave të drejtorisë të policisë gjatë këtij viti. I pranishëm në seminar ishte edhe nëndrejtori i përgjithshëm i drejtorisë rajonale të policisë, Konstantin Naço, i cili tha se që nga fillimi i projektit dhe deri më sot që kanë kaluar 3 javë, nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të qytetit kanë ndryshuar imazhin për policin. Kam komunikuar me nxënësit e shkollës, disa shkollave të mesme të Korçës. Nuk kam më kënaqësi t'i dëgjosh dhe nga dita e parë deri më sot që unë kam ndjekur dhe projektet, ka ndryshuar imazhi i tyre për policinë, por njëkohësisht na detyrojnë dhe ne policia për të ndryshuar, për të trajtuar komunitetin si miq. Jo me atë rolin e mëparshëm, duhet pranojmë që jemi në demokraci, fillimet, ka arritur, niveli i policisë është gjithmonë në rritje, gjithmonë dhe ka ndryshime të papara tek policia për të shërbyer komunitetin, por vetëm imazhin e OSB Oldirit të sjellim për policinë, që është vlerësim dhënë shumë i mirë vitet e fundit, tregon që ne po bëjmë maksimalen për të arritur atë çfarë kërkon sot demokracia dhe çfarë kërkon sot bota, dhe çfarë kërkon komuniteti për ndaj policisë. Një nga pikat e diskutimit ishte dhe efektiviteti i kamerave të sigurisë në shkolla. Drejtori i shkollës së mesme të përgjithshme Themistokli Gërmenji, Vangjel Simaku, tregoi rolin e kamerave dhe efektivitetin e tyre që nga vendosja dhe deri më tani. Njëkohësisht sa janë minimizuar rastet e dhunës brenda dhe jashtë shkollës pas vendosjes së kamerave të sigurisë. Armët e ftohta në shkolla në nënvëzhgimin gazetaresk ishte tema e përgatitur nga gazetari dhe mësuesi Erger Stenolli, ndërsa Ergon Baçe, ekspert kriminalistik, referoi para të pranishmëve për rrezikshmërinë e mbajtjes dhe përdorimit të armëve në shkolla. Sipas drejtorit ekzekutiv të projektit Fatos Puto, qëllimi i projektit është bashkëpunimi i vazhdueshëm i shkollës me policinë. Shkolla të jetë sa më afër policisë dhe jo vetëm në ditën e hapur të policisë, dhe nga ana tjetër policia të jetë më prezente në shkollat, pasi policia e vetme është gati e pamundur që, si thuash, të luftojë krimin me armë, pa patur mbështetjen e publikut, pa patur në rastin konkret mbështetjen e rinisë shkollore.